Inspektorët e Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve për 6 muaj kanë ngelur pa paga dhe pa kompetenca qarta ligjore. Koordinatorët e grupeve parlamentare dhe përfaqësues të Inspektoratit realizuan takim. Deputetët e partive në pushtet pas takimit bën thirrje deri te të gjithë deputetët që të votojnë për miratimin e ndryshimeve të ligjit që të punësuarit të marrin pagat e prapambetura. Deputeti Bekim Qoku thotë se me këtë Inspektorati do të fuqizohet më shumë. Pra thjesht duhet një vullnet i përbashkët me batenterë ta votojmë të shpejt edhe të kalojnë rrogat këtyre punonjësve. Inspektorati mbas kësaj do fuqizohet edhe më shumë duke i dhënë edhe të drejtën për gjoba që nuk e ka pas deri tani si vetmi inspektorat. Pra ne premtojmë që me kalimin e kësaj do kemi një inspektorat shumë më të fuqishëm se që ekziston për këto momente. Надминување на тој проблем е лесен и едноставен, доколку денес ја продолжиме таа 47 седница на која што треба мал бадентер, односно бадентер од присутните пратеници од заедниците, луѓе ќе бидат во состојба да го надминат финансискиот проблем, а потоа врз основа на она што го продискутиравме, да се поразговара за формирање на агенција во која што во склоп ќе вледат и инспекторатите за јазици и за албанскиот и за македонскиот. Por me këtë nuk pajtohen përfaqësuesit e partive opozitare. Nga Fronti Evropian thonë se qëllimi i ndryshimeve ligjore nuk është që punonjësit të marrin rroga, por të hiqet statusi juridik i Inspektoratit të Gjuhëve. Prandaj nuk do të përkrajnë ndryshimet. Ky inspektorat buron nga ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili është lex specialis. Dhe nuk guxon të ketë një qasje të tillë kjo mazhorancë dhe të tenton se nuk ka rroga, ai të marrin rroga dhe u kripo veti. Duke i ditë paraprakisht tendencat dhe kontestimet që ndodhin në gjykatë dhe prej kujt ndodhin në gjykatën kushtetuese për ligjin për përdorimin e gjuhëve. Да не се манипулира со луѓето дека денес има седница на која што може да се гласа законското решение. Законското решение се наоѓа на сосема друга седница, 47-ма, и тоа законско решение досега не е ставено на дневен ред за гласање. Така да, ако има добра волја, ако има начин да се седне, да се разговара и да се реши проблемот, секако дека може. Ndërkaq drejtori i Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve Amir Idrisi nuk u deklarua se cila zgjidhje o konvenon, por tha se ishte takimi i parë dhe vetëm u dëgjuan propozimet. Një ofertë konkrete? Jo, për shkak se është takimi i parë i këtij lloji ndërmjet neve dhe grupeve parlamentare, prandaj ditëve në vijim mendoj që do të gjejmë zgjidhje. Ndryshimet e ligjit për Inspektoratin e Gjuhëve ndodhen kuvend është janë bllokuar për shkak se mazhoranca nuk ka shumicë badenteri.